Liçeni i Shkodrës, më i madh në Ballkan, ndodhet në kufirin midis Shqipërisë dhe Malit të Zi. Sipërfaqja e tij varion nga 370 në 530 km2 edhe derdhet në detin Adriatik përmes lumit Puna. Ai është një nga rezervatet më të mëdha të zogjve në Evropë, me më shumë se 270 lloje të ndryshme, duke përfshirë edhe pelikanin dalmat. Liçeni i Shkodrës ka një ekologji dhe bukuri natyrore unike, me një potencial të madh turistik. Qeveritë e Shqipërisë dhe Malit të Zi, me financimin e Fondit Global të Mjedisit, përmes Ministrisë së Mjedisit, Pyjet dhe Administrimit të Ujërave të Shqipërisë, si dhe Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit të Malit të Zi, me përfshirjen e aktorëve lokal nga të dy vendet dhe me supervizimin e Bankës Botërore, kanë përgatitur dhe zbatuar projektin Menaxhimi i Integruar i Ekosistemit të Liçenit të Shkodrës. Aktivitetet e këtij projekti kanë synuar në disa drejtime: ngritjen dhe forcimin e strukturave të përbashkëta ndërkufitare dhe përgatitjen e dokumenteve të përbashkëta menaxhuese dhe monitoruese, promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm të liçenit përmes paksimit të numrit të peshkatarëve të paligjshëm, promovimit të peshkimit të qëndrueshëm dhe promovimit të liçenit të Shkodrës si një destinacion turistik ndërkufitar, promovimit të investimeve për paksimin e ndotjeve, duke përfshirë edhe asistencën për kombinatin aluminit për të zgjidhur kështu problemin e mbetjeve toksike si burimi më i madh i ndotjes së këtij liçeni. Në aspektin ndërkufitar, disa nga rritjet më të mëdha që mund të veçohen janë ngritja dhe forcimi i bashkëpunimit institucional për mbrojtjen dhe menaxhimin e liçenit përmes marrëveshjeve dhe memorandumeve të përbashkëta, ngritja, funksionimi dhe forcimi i Komisionit të Liçenit të Shkodrës edhe 4 grupeve të përbashkëta të punës, përgatitja dokumenteve të rëndësishëm për mbrojtjen, menaxhimin dhe monitorimin e liçenit, duke përfshirë strategjinë e përbashkët të menaxhimit, planin e përbashkët të monitorimit, modelin e përbashkët hidrologjik, vlerësimin e gjendjes së stokut të peshkut, promovimin e liçenit të Shkodrës si një destinacion turistik ndërkufitar përmes fushatave ndërgjegjësuese, organizimit të aktiviteteve dhe konferencave ndërkombëtare, si dhe rehabilitimit të objekteve të trashëgimisë kulturore. Në aspektin kombëtar, në Shqipëri dhe Mal të Zi, disa nga rritjet më të mëdha të këtij projekti janë forcimi i rolit menaxhues të parkut kombëtar të Liçenit të Shkodrës në Mal të Zi, edhe rezervës së menaxhuar natyrore të Liçenit të Shkodrës në Shqipëri. Forcimi i organizatave të peshkatarëve edhe roli të tyre menaxhues në të dy vendet përmes asistencës teknike, duke përfshirë këtu edhe uljen e konsiderueshme të numrit të peshkatarëve në liçenin e Shkodrës. Promovimi i turizmit përmes projektimit dhe rehabilitimit të objekteve të trashëgimisë kulturore, siç janë kështjellat Besaç në Mal të Zi, edhe i fasadat në qendrën historike Kardinal Koliçi në Shkodër. Investime dhe asistencë teknike për përmirësimin e cilësisë së ujit dhe paksimin e burimeve, përmes asistencës teknike për kombinatin e aluminit në Podgoricë, si pika më nxehtë kjo dhe më e madhe e ndotjes së liçenit.
ndërhyrje për përmirësimin e zonës buferike të liçenit dhe paksimin e ndotjeve përmes aktiviteteve të ripëllëzimit dhe rehabilitimit të prrejve. Forcimin e kapaciteteve monitoruese të liçenit të Shkodrës përmes pajisjes me aparaturat e monitorimit ndërkombëtar, si dhe përfshirjes në grupin e përbashkët të punës për monitorimin dhe punën shkencore. Në mbyllje të këtij projekti mund të thuhet në mënyrë të kënaqshme se indikatorët bazë të cilësisë së ujit janë të mira dhe në përputhje me direktivën evropiane të ujit. Vendimet për mbrojtjen dhe menaxhimin e liçenit janë të bazuara në marrëveshjet dhe memorandumet e përbashkëta, si dhe strukturat e përbashkëta ndërkufitare, siç janë Komisioni i Liçenit të Shkodrës, si dhe grupet e përbashkëta të punës, të cilat funksionojnë dhe zbatojnë aktivitete të përbashkëta prioritare të identifikuar në planin strategjik të veprimit edhe në përputhje me menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Zgjidhjet për paksimin e ndotjes toksike që derdhën në liçen janë identifikuar tashmë, si dhe janë marrë masat për paksimin e ndotjeve. Krahasuar me vitin 2006, rastet e gjuetisë së paligjshme të peshkimit dhe numri i peshkatarëve të paligjshësuar në liçenin e Shkodrës janë paksuar në mënyrë të ndjeshme. Sada nakon 4 godine koliko se implementira projekat, evo, ulazimo Tani u pas 4 završnicu viteve të projekta. implementimit të projektit dhe kur hym në pjesën përfundimtare të tij, mund të themi se projekti ka arritur qëllimet e veta. Para së gjithash, ajo që është më rëndësishme është fakti se projekti ka përmirësuar bashkëpunimin midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, si dhe menaxhimin e integruar të liçenit të Shkodrës. Ky është menaxhimi i përbashkët i liçenit dhe një nga sukseset e projektit është krijimi i strukturave të përbashkëta, siç është Komisioni Bilateral për Liçenin e Shkodrës, sekretariati i cili mbështetet në punën e këtij komisioni dhe 4 grupet e punës. Këto janë organizma të përbashkëta të cilat kanë funksionuar gjatë kohëzgjatjes së projektit dhe në bazë të memorandumit për mirëkuptimin të nënshkruar mes të 2 ministrive përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, për ruajtjen dhe menaxhimin e integruar të liçenit të Shkodrës. Kështu, në këtë plan, është arritur mjaft dhe unë mendoj se ky është një nga objektivat më të rëndësishme të arritura në kuadër të projektit, sepse aktivitetet të cilat janë në vazhdim dhe ato që janë zbatuar përmes projektit, në të ardhmen duhet të zbatohen, të përmirësohen dhe të avancohen së bashku përmes punës së organizmave bilaterale për të mirën e këtij liçeni. Do të thoja që në kuadër të projektit ne kemi ngritur strukturat e përbashkëta ndërkufitare, të cilat tashmë janë funksionale dhe kemi përgatitur dokumentet e përbashkëta menaxhues për liçenin e Shkodrës. Uroj që projekti të ketë një vazhdimsi në të ardhmen për sa i përket qëndrueshmërisë së aktiviteteve dhe të menaxhimit të liçenit të Shkodrës nga të gjithë aktorët dhe nga të dy vendet. Projekti menaxhimi i integruar i ekosistemit të liçenit të Shkodrës është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave të Shqipërisë dhe Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit të Malit të Zi, por edhe aktorëve lokal dhe komuniteteve në të dy vendet për një objektiv të përbashkët, mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore të liçenit të Shkodrës.